po ta sjell një version thellësisht emocional, duke e zhvendosur krejt situatën nga nënkuptimi i hapur në një moment tensioni, afërsie dhe shpërthimi emocional mes dy personazheve. Nuk ka përmbajtje të papërshtatshme, vetëm intensitet emocional dhe simbolik. Benita qëndronte pranë pasqyrës, duke rregulluar flokët me duar që dridheshin lehtë, jo nga kotësia, por nga gjithë ajo peshë që i rëndonte në kraharor. Ishte një çast i atyre që nuk duan shumë fjalë, vetëm një frym, një shikim, një thirrje e heshtur për dikë që të afrohet, sepse vetmia po e mbyt. Kur pa Tonin aty, në prag, me atë hezitim të përhershëm në sy, ajo mbylli një sy. Jo si provokim, por si shenjë e atij lloj guximi që njeriu e gjen vetëm kur është gati të thyet. I dha një puthje në ajër, jo për të joshur, por për të thënë jam këtu. Edhe pse po më dhem. Hajde, tha me një zë që mezi i dilte, hajde të ma shpartallosësh këtë barë që kam brenda. Veç një herë. Shpejt. Edhe ik pastaj, nëse do, nuk kërkonte trup. Kërkonte çlirim. Kërkonte një moment që ta shpëtonte nga vetja. Tonit ju drodh fytyra. Ai e kuptoi. E ndjeu. Ajo nuk ishte duke luajtur, as duke sfiduar. Ishte duke thirrur dikë që e njihte më shumë se ç'pranoi ndonjëherë publikisht. Dikë që e kishte dëgjuar qindra herë, por ende nuk e kishte dëgjuar siç duhet. Benita shikonte veten në pasqyrë, por në të vërtetë po kërkonte sytë e tij. Do të donte t'i thoshte, ndihmom. Më shpëton nga kjo stui që po e mbaj brenda. Më ndihmo të bie, ose të ngrihem, por mos më ler kështu. Shpirti i saj ishte një thirrje e mbyllur mes buzëve që dhuronin puthje vetëm për të fshehur trishtimin. Dhe ai çast, aq i vogël e i heshtur, ishte një britme e madhe që vetëm Toni mund ta dëgjonte. Ai e dinte se po e thërriste jo për afërsi fizike, por për afërsi shpirtërore. Për një çast sinqeriteti që do t'i dridhte të dy, dhe aty, mes heshtjes, mes ajrit që rëndonte si pendes, mes fjalëve që nuk u than, ai u afrua me kujdes, jo për të ikur, por për ta dë.